Tani, siç edhe jemi ndjeni, LDK muaj më parë kishte propozuar krijimin e një qeverie të unitetit kombëtar, me pjesëmarrjen e gjitha forcave politike në vend. Pra kishin propozuar një unitet për një periudhë kalimtare të tranzicionit, që do t'i adresonin çështjet emergjente në vend. Ky propozim ishte ndërtuar me ndjenjen e përgjegjësisë përbashkët, bashkëndimit shtetëror, fatkeqësisht u prit asaj kohe me tallje e me përbuzje nga kundërshtarët tanë politik, pa i dhënë fare minimalisht peshën e një propozimi që me gjithat evente me plot konsiderate kujdes. Na u tha se ka kalu koha e unmikut. Na u tha se një propozim i tillë merrni me mend nuk mund të vijë nga partia tretë. Na u tha po ashtu nga spekulant politik që përveç spekulimit s'din të bëjnë politik, se LDK-ja s'mund çlirohet nga partitë e tjera, ani pse ne si LDK në çdo etapë të zhvillimit politik nga shkurti deri më sot, e kemi pas të qarta pozicionet tona për çdo parti politike veç. Shkuan aq larg, saqë detyruan disa minoritar në hollin e kuvendit në bajnë konferencë të trajtojnë propozimin tonë e se këndemi dhe LDK-n si parti merren në moment shoviniste. E gjithë ideja jonë, asë kohë, kishte për qëllim unitetin kombëtar. Dalin nga kriza dhe adresimin e 15 pikave bazike me të cilat po përballemi sot si Kosovë, si Republikë. Pra, ishte një vizion i përbashkët për një tranzicion të përgjithshëm nga kriza e përbashkët e Kosovës drejt një të ardhmet përbashkët. Fatkeqësisht, pra ky propozim u refuzu me shpejtësi në vend bashkëpunimit, siç e dini, u zgjodh vazhdimi i krizës me seancat pa kuptimta, me shkelje kushtetuese rend një pas një dhe me një mungesë plot të përgjegjësisë shtetare institucionale. Sot, 6 muaj më vonë nga propozimi ynë, vendi ndodhet në një situatë edhe më të rënduar. Pa institucione, të ndarë edhe më shumë, po me kohë shumë pak për të adresuar çështjet tona. Dhe në gjendje të tillë, në fund këtij cikli që thënë të drejtën më tepër i përngjan një cirku politik, pra në fund bllokadës 8 mujore, Kosovës, qytetarëve tonë tani po i propozohet si zgjidhje një qeveri e pakicës për një periudhë kalimtare, pra tranzitore, për të trajtuar çështje shtetërore. Unitet tranzitor, tash po i thon, dhe natyrisht është i imponuar, pra jo me diskutim e dialog ndërpartijak, por me vendime të një partie politike. Jemi vonë. Partitë serioze do duhet të kishin menduar me kohë propozimin tonë. Përveç se jemi vonë, qeveritë pakicës nuk mund të ketë më në Kosovë. Nga viti 1989, nga 23 dhjetori vitit 1989, në Kosovë vendos shumica. LDK e rikujton se në demokraci, pakica nuk mund vendos për shumicën, për popullin. Demokraci pakicës i thojnë opozit, jo qeveri. S'mund t'jesh qeveri pakicë. Ose je opozit, ose je qeveri shumicë. Në demokraci, pakica nuk e ndon buxhetin parën e shtetit. Nuk ka lënë ligje, nuk imponon politika dhe nuk mund ta bllokoj vullnetin qytetar të shprehur me votë lirë, madje as me zvarritje të pakuptimta si ky mandatimi i dytë. Çdo qeveri legjitime duhet të përfaqësoj shumicën qytetare. Kur kjo shumicë nuk ekziston, kur s'ka shumicë, vendi duhet t'i kthehet sovranit, pra qytetarit, dhe kjo është thelbi i demokracisë. Demokracia është shumë e thjeshtë. Ajo çfarë sot na propozohet, më shumë se demokracisë i ngjan monarkisë. Në monarki mandati trashëgohet nga babai te i biri, nga Albini te Glauku. Në monarki mandati pra mund të trashëgohet. Në demokraci mandati sigurohet. Sigurohet e rinovohet përmes votës qytetare
të shprehur në Kuvendin e Kosovës, Parlamentin e Republikës Kosovës. Kjo është demokracia. Prandaj sot nuk ka asnjë peshë, asnjë ndikim e asnjë ndryshim zhvillimi i brendshëm në një parti politike. Sot nuk ka fare rëndësi për Kosovën, se çfarë vendos Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vendosje, sot ka shumë rëndësi se çfarë vendos Parlamenti i Lirë i Republikës së Lirë Kosovës. Kohët e partive shtet kanë mbaruar dhe janë të harruara për shqiptarët. Për LDK-n, ky proces është vetëm një lojë politike. Dhe kjo lojë politike ka vetëm për synim vonesën për disa ditë dhe fillimin e krizave të mëdha shtetërore dhe natyrisht, siç dinë ata, nisjen e një fushate të papërgjeshme politike të akuzimit e luajtjes viktimës. Për këtë çështje LDK-ja s'çon kokën fare. Koha e agjamive politike ka marrë fund, nuk fitohen më betejë në Kosovë me politika të tilla primitive, kalkulime. Politikave të tilla duhet dhe do t'i dalim mball, popullizmit duhet t'i dilet mball edhe t'i thuhet siç është, çmenduri e kohës pa ndonjë efekt të vëmendshëm nacional. LDK e konsideron se çdo ditë e humbur, lojrat të tilla politike, çdo zvarritje qëllimshme për një orë, jo për një ditë, jo për 15 ditë, për çdo zvarritje të tillë e qëllimshme e institucioneve përbën vetë zgjatje të krizës, dëm për buxhetin e Republikës dhe rrezik për stabilitetin institucional demokratik të vendit. Nuk mundesh në një anë të kërkosh ndihmë për popullin, e në anën tjetër me qëllim të fillosh krizën që sjell fatin jo të mirë për këtë popull. Ose je me popull, ose je me krizën. Çdo vonesë në drejtim të krizës është në dëm të popullit. Prandaj në këto rrethana Glau Konjufca me mandatar trashëguar në rrethonat e tanishme politike, duke kuptuar sakt e qartë vullnetit qytetar, të votuesve të shkurtit, popullit Kosovës, qytetarëve të tij, sovranëve të kësaj republike, duhet të jetë i sinqert me veten. Më shumë dhe shumë më shumë se sa kryetari i tij. Dhe të konstatoj sa më parë aq më mirë se nuk ka shumicë për kryeministër. Çdo përpjekje për të zvarritur këtë proces, për kalkulime të vogla elektorale, për data elektorale që në fund ditës bëjnë dhe diferencë, janë përpjekjet një pushteti që disi nuk lëshon dot karrikën e vet. Çfarë është kjo manika që e madhe për pushtet, sa që zbulojnë e krijojnë forma për të qëndruar me çdo kush në atë karrikë. Kjo sjellje, për ju thënë drejtën, është pak edhe marrë politike. E një gjenerate të re që duhet të tregoj minimalisht dinjitet dhe respekt ndaj qytetarëve të Kosovës. Po mbi gjithë atë janë të vërtetë. Nuk është fundi botës, po thuhet se s'kemi shumicë. Zvarritja e ditëve, e këtyre 15 ditëve, kur e den se s'ke shumicë, është fillimi i vetëdijshëm i krizave. Dhe kështu para përcaktimit dhe fatit tyre. Më pas bëhet vonë t'i trajtojmë ato. Sa më herët që Konjufca e vetvendosja e sekti i tyre e ndërpret konsumimin e ditëve, aq më shpejt zgjidhet kriza. Aq më shpejt vjen qeveria re, aq më shpejt vjen buxheti i ri, aq më shpejt vjen legitimiteti qytetar në krye të shtetit të Republikës Kosovës. Sot, për fund, pas gjithë refuzimeve për unitet dhe adresim të bashkës shtetëror, pas 8 muajve bllokata të humbura, pas shkeljeve shumë të rënda kushtetuese, pas rënimit shtetare demokratik, LDK bën thirrje që të sillemi vetëm një herë të përgjithshëm për Republikën tonë. Sot zgjidhja vetëm e mbetur janë fatkeqësisht zgjedhjet e reja. Çdo vonesë në këtë drejtim është thjesht taktikë politike, sa e tërheqë aq edhe pa konsiderat për Republikën e Kosovës, popullin tonë dhe të ardhmen e mirë që pret këtë popull tonë.